35 vite më parë, engjujt e demokracisë, si që u quajtën në atë kohë, të rritë shqiptarë në misionin e tyre, u fliuan në këtë shesh, nga një barbari e vërtet e regjimit, në një protest paqësore, më civile, më të qytetëruar që mund të bëhej. Edhe njërë theksoj se martirizimi tyre u bë dritë dhe u garantoj shqiptarë se ajo sakrificë ishte përcaktuese për zgjedhjet e mëpasme me të cilat ne përmbysëm diktaturën. Por sot, nderimi i tyre më i mirë është të përmbushim misionin e rikthimit të votës lirë të shqiptarëve. Po më pyete për demokratet, unë të përgjigjem. Po më pyete për ata që jipen me qera, unë s'kam punë me ta. Ata qofshin. E ke dhanë me qera? Ata i japin veten me qera. E japin veten me qera dhe dalën e bërtas. Unë nuk them që s'ka qenë, ai ka qenë, por problemi është se ai është kap me përsh në dorë, kap duke vjedh dhe rrin drejton bashkinë. Po pse drejton bashkinë? Se Rama ka vjedh 10 herë më shumë.